Ne kena bo më 5-ën E60 V10, kena bo F10-ën, atë të modifikume në 750 kuaj, edhe tash do bëjmë F90-ën që e keni kërku të gjithë. Kjo F90 që kemi sot është pak më e veçantë, është e 2019-ës, është edicioni 35 vjetorit. Është ngjyrë veçantë, kjo është Frozen Dark 2-shi, kjo ka dalë 2019-ën edhe CS-ja që ka dalë mrapa nga në estetike është bazu të kjo, edhe DC-et i ka si CS-s, po CS-ja i ka bronz, shumë bukur, DC i zeqe, mrapa do i ketë më të mëdhoja besoj, edhe mrapa i ka i zeqe, 285 që goma. Frenat i ka të mëdhaja me vetë freskim normal, po nuk i ka qeramik, i ka qenë opsionale, të CS-ja janë qeramike standarde. Ka ca modifikime të vogla, për shembull ky front lipi karbon është vu vetë, edhe të këto side skirts, po ngjyra është pjesa më e veçantë e kësaj. Frozen Dark Grey 2-shi, shumë ngjyrë e bukur, shumë e veçantë. Edhe te grila i ka këto të karbonit që është bo vetë, normal është kamera që është me 360 gradë, dritat lazer, BMW-s. Do të thonë ky edicioni 35 vjetorit nuk është se vinte me fuqi më shumë, po nga në estetike ka pas të ndryshimet ngjyrën, disjet edhe në interior dhe shohim pastaj. Edhe këto pasqyrave i ka karbon, kamerat edhe aty. Tavanin e ka karbon, ulpeshën edhe qendrën e gravitetit sa më poshtë. Kjo është competition, gjitha competition kanë qenë këto që janë bo për 35 vjetorit. 350 copë janë bo, një nga 350 është kjo. Difuzorin karbon. Edhe këto tipsat të veshjen e karbonit është vu vetë edhe kjo, po nuk ngjake, ish bukur ngja. Ato fillojnë kur janë kështu jo fort cilësore, humbin atë ngjyrën nga nxehtësia, por këto mirë duken.